Shumë prej blegtorëve zgjedhin të vinë drejt Vlorës për të vazhduar këtë profesion. Aleksandër Rushiti është një prej tyre, i cili ka lënë Korçën dhe familjen e tij për të ardhur drejt Vlorës. Ai tregon se një prej sfidave që përballej çdo ditë në Korçë ka qenë kostua e ulët e qumshit, çka nuk justifikonte mundimin. Unë quhem Aleksandër Rushiti, vi garës i Korçës, nga fshati Zëmblak. Unë kam ardhur në Vlorë për të punuar se kam një punë këtuja, kam edhe këtu si që shikoni cazi, edhe cazajnë këtuja, për një të ardhme më të mirë, sepse atje ku isha nuk ndjesh edhe aq mirë, se edhe qumshi atje në Korçë nuk shkon mirë. Këteja qumshi dhisë nuk e di akoma çmimin se sa është, po në Korçë me 700 lekë qiqe nuk më në verdis se qëtëria. Blegtori Aleksandër Rushiti thosë se mes vështirësive ja ka dalë të krijojë sot kopene e tij të dhive, të cilën e ka krijuar nëpërmjet një kredie nga banka që po e shlyen me vështirësi çdo muaj. Blegtorin e përshkruan një profesion të bukur, por njëkohësisht pa mbështetje nga shteti, ku çdo kosto e përballon vetë fermeri. Po, edhe këtu si që shkoni kam vend, me sakrifica, sa me punë, ka marrë një kredi të vogël, edhe me këto përpiqemi. Tani këtu janë rreth 70 kokë. Unë këtë kam profesion, domethënë që në femiri unë këtë punë kam, që kur thoj se që në klasë të parë, me këtë zanat jam marrë, edhe me këtë do besoj që do më plakin, po me këtë çmim që është, e kemi shumë të vështirë, me shumë sakrifica, me shumë. Thjesht vetëm për të ngrënë bukë asgjë më shumë. Thjesht sa për të shlyer kredin që kam marrë që kam blerë këtë. Se nuk shkon qumsh. Tani për tani nuk se s'kam filluar akoma, se nuk e di tash si të kam vendosur njerëzit këteja, ashtu do vendos edhe unë. Po, shpresoj se do ta shtoja më në rast se rritet qumshi, besoj se kam dëshirë të madhe t'i shtoj, po në rast se do ngrihet qumshi, qa kërkoj ka shteti kërkoj vetëm këtë, të na ngrihet qumshin, jo me kaj, se me kaj sa që është, se në Korçë me 700 lekë shkon të vjetë. Me kaj sa që është një bidon me ujë është, se sa më shumë shkon ujë, se sa 1 kile qumësh, deri në pleqëri, sa të kemë frymë. Dita ime fillon në orën 4 të mëngjesit edhe mbaron në orën 8 të darkës. Po ka shumë sakrifica, se tashi me mundime është çdo gjë, kuptone. Te do dalësh, jo ftohtë, jo shi, jo të tëra gjëra, po unë jam mësuar me këtë zanat dhe nuk e kam se kam problem. Rushiti në fund ka dhe një mesazh për të rinjt, duke i ftuar të investojnë në vendin e tyre dhe duke kthyer vëmendjen drejt profesioneve të vjetra si blegtoria apo buqësia. Unë i bëj thirrje të gjithë, kush ka dëshirë, se si në vendin tënd nuk të bëhet, po ti shtojnë në rast se do rritet të jetë ekonomia mirë në vendin tonë, të rritet qumshti, pse jo? Si në vendin tonë nuk ka. Pse duhet të vëmë në vend tuaj? Shumë prej blegtorëve në Vlorë dhe shumë prej tyre që shtektojnë nga qytetet të ndryshme përballen edhe këtu me një sër vështirësish, të cilat kanë të bëjnë me vlerësimin e ulët të mundimit të tyre, mungesën e fuqisë punëtore, mos mbështetjen nga shteti, si dhe gjithashtu mungesën e fuqisë blerëse.